Profesor, përse qani, më pyesin nxënësit e mi, dhe si t'u them atyre që mbreti Gentius, mbreti i lirë, i ardiejve, më në veri nuk e ku shkon. Ky mbret pret monedhat i lire dhe e quan veten e tij Bazileos. Do thot mbret në greqisht. Ai krijon një lidhje, pushton lezhën dhe krijon një koine. Dhe atë koine në monedhë e ka shkruar Lisiatan. Lisiatan është numri i shumës i lezhës në dialektin dorik. Shkodra, kryeqyteti i Gentiut, quhet Koinon Skodrinon. Ky është dialekti atik. Genti fliste në mënyrë të shkëlqyer dialektin atik dhe dialektin dorik në të njëjtën kohë. Lidhjen e lezhës e quan Lisiatan, gjinoreja shumës e lezhës. Në shqip është e lezhave, ndërsa shkodrën e quan Koinon Skodrinon. E shkodrave në shqip. Gjuha shqipe ka gjinoren e serbishtes të dashur shqiptar në shumës. Pra ose gjuha shqipe është prishur nga gjuha serbe mbas pushtimit serb, ose gjuha shqipes ka të bëj fare me ilirët. Kjo është gjë më e tmerrshme. Prandaj unë qaj në çdo film, por sidomos me Gentin qaj, sepse figura e Gentit është përfaqësuesi e Hermesit, me kapelen e rrumbullakët të Hermesit, pra nuk është mbret i lirë, është perëndia Hermes tek ilirët. Quhet Gentios. E dini ç'do thot Gentios? Do thot i fisit. Në ilirisht. Por kjo fjalë nuk gjendet në greqisht. Çka bër Genti? Ka marr gjinoren e latinishtes gentis, që do thot i fisit, dhe ka bër në emërore në greqisht, Genthios. Jo Gentis, por Genthios në greqisht. E ka greqizuar emrin nga latinishtja që do thot fis. Këtë se ka bërë një grek. Nuk ka dalë ndonjë grek që të marrë një emër nga gjinoria e latinishtes dhe ta bëjë në emërore në greqisht. E ka bërë Genti, i liri, i cili fliste dialektin atik, Skodrinon dhe dorik, Lisiatan, për lezhën. Ai e ka bërë. Që të dyja. Veten e quante Bazileos, mbret në greqisht. Çdo gjë greke e pastër. Do thoni ju, gjuha greke, gjuhë teknike, ai e përdorte për të folur me ambasadorët grek e tjera. Po si merr ai një emër nga gjinoria e latinishtes dhe e kthen në greqisht? Këtë bën vetëm njëri që e flet greqishte në mënyrë të përsosur. Pse? Vetëm në greqisht krijohen emra në rastën gjinore dhe merren në emërore. Në asnjë gjuhë tjetër indo-europiane. Asnjë gjuhë tjetër të botës, vetëm greqishtja. Ilirët e bënin këtë gjë. Nga dim në këtë, Lychnidos, liqeni i Ohrit, vjen nga Lychnos, do thot lampë, që do thot ajo e Artemisës, simboli i Artemisës, i hënës. Lychnidos do thot liqeni i Artemisës, fjalë për fjalë, që ta dini ju. Dhe është gjinoria, pikërisht, e fjalës Lychnos, e bardhë, lampë që shkëlqen. Mora e kuptoni apo jo? Vetëm greqishtja bën nga gjinore e kthen në emërore. Asnjë gjuhë tjetër në botë. Ilirët ishin grek të pastër, mora e kuptoni apo jo? Të gjithë. Deri në Shkodër, deri në Bosnjë. Të gjithë flisnin greqisht dialekte greke. Të merë. Dhe gjëja më e tmerrshme që kam zbuluar është kjo. Origjina e emrit të Gentit është origjina e fjalës grua gjenerat në ilirisht. Dhe ilirishtja quhej gjuha e Ilionit. Gjuha e Homerit. Greqishta e pastër.
Ja shikoni vetë se çfarë ka nxjerrë fjalori i gjuhëve indo-europiane. Prandaj qaj unë, në çdo film, që në momentin kur pash monedhën e Shkodrës, koinon shkodrinon, mu ngjeth mishi. E kuptova menjëherë që ilirët flisin greqisht. Ja ta shikojmë bashkë. Të dashur shqiptarës në mesnat, dhe unë me ulërima zgjova komshint, sepse Genti, mbreti i lirëve, e quajnë veten Basileus. Në greqisht, mbret. Këto janë të gjitha variantet e fjalës mbret në greqisht në dialektet helene. Përfshi dhe ilirishten ose gjuhën e ardjejve. Ky është një tmerr i vërtet. Kjo fjalë në greqishtën e sotme shqiptohet Vasilevs, por Genti e shqiptonte Basileus, të dashur shqiptar. Ka kuptimin mbret. Dhe tani, ç'bën Genti ynë, Genti i lirë, Genti ynë i dashur? Ja, kjo është monedha e tij, dhe këtu është e shkurtuar fjala lisi për lisja tan, për lezhën. E shikoni apo jo? Ky është një tmerr. Dhe këtë e ka gjetur një vajzë me origjinë hebreje, e ka gjetur para meje dhe e ka botuar këtë gjë në Facebook. E ka botuar më 3 tetor të vitit 2024. Ja ta shikojmë vetë. Ja, këtu jemi në rrjetet sociale dhe kjo vajzë e ka botuar pikërisht për Gentin, por nuk ishte sigurt që a ishte Maqedon, a ishte i lirë, po thotë që kjo është kapelja e Perëndis Hermes. Dhe siç e shikoni, ajo ka kuptuar që ky është një mbishkrim në helenisht, lisja tan. Mirë, po ajo nuk e di që është numri shumës i fjalës lezhë. Thjesht e ka vënë këtë emër në greqisht, por nuk e di ç'do të thotë. Kjo monedhë është prerë në vitet 175-168 para erës sonë, është një monedhë prej bronzi me mbishkrime greke. Ka kuptimin koineja e lezhës, fjalë për fjalë, dhe i njëjti mbret pret një monedhë tjetër, koineja e Shkodrës, koinon shkodrinon në shumës. A nuk është kjo e tmerrshme? Por gjë më e tmerrshme nuk është monedha e Gentit, emri Basileus, por mënyra se si u krijua emri Gentit, Gentios. Në helenisht Genthios. Unë e kam zbuluar dhe kam vendosur këtë në rrënjën 566 të fjalorit të gjuhëve indo-europiane, dhe kjo përkon me fjalën dhëndër të shqipes. Ka të njëjtën origjinë si fjala dhëndër. Mirë, po ta shikojmë nëse çfarë thot Hezikiusi i Aleksandris për ilirët, ju do mbeteni pa mend. Pra, fjala Gentios ka dalë nga latinishtja gentis, që është rasa gjinore e fjalës gens, që do të thot fis. Fis i lirë, kjo është për të qarë. Këtë pohim unë kam provuar me fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris, ku në helenisht shkruhet gentelistai, që do të thot punëtorët, për njerëzit, gentilët. E kuptoni apo jo? Gjithashtu, Hezikiusi i Aleksandris tregon për një bimë që quhet Gentiana. Përdorej si një lloj antidoti kundër helmeve. Po ashtu Gentinoi ka kuptimin kushërinjt, ka kuptimin banorët e shtëpisë. Në ilirisht. Një lloj vjen nga latinishtja. Kopje, fjalë ilire. Madje ka marrë dhe kuptimin Gentinos, që do thot gjumë, brenda shtëpisë, bashkë me anëtarët e familjes. Pra ka marrë kuptimin gjumë në ilirisht. A nuk është kjo për te imagjinatës njerëzore? Ky është një zbulim i jashtëzakonshëm. Të gjitha këto vijnë nga latinishtja gens, që i do thot pikërisht fis. Nuk janë fjalë greke, janë fjalë ilire. Mirë, po ilirët i marrin këto fjalë nga latinishtja dhe krijojnë emra në helenisht. Ilirët, pikërisht. Gjyshrit tanë të dashur. Por kjo nuk është gjë më e tmerrshme. Gjë më e tmerrshme është pikërisht ky
Bishkrim i shkurtër që është një fragment nga tragjedia e Sofokliut Triptolemos. Dhe këtu thuhet tekstualisht që Ilirian Gone, që do të thotë gjenerat, por edhe fëmijë, është një lloj si fjala ilire genea, por genea është në greqisht të dashur shqiptar. Pra përdoret fjala Ilirian për greqishtën. Për greqishtën koine, e kuptoni apo jo? Fjala gyne i thon gruas në greqisht, por kjo ka evoluar në shqip grue. Pra n-ja është bërë r në shqip. Pra shqipja sillet si bij e greqishtes të dashur shqiptar. Fjala grua vjen drejt për drejt nga ilirishtja, dhe ilirishtja ishte greqishte. E pohuar nga Hezikësi i Aleksandris, ju betohem. Pra siç e shikoni, genea ka ndryshuar në greqishtën e sotme jenja. G-ja bëhet j nistore në greqisht. Këtë zbulim e ka bërë dhe një faqe tjetër moderne e inteligjencës artificiale dhe ka pohuar gjithashtu këtë zbulim. Dhe mund ta çoni ku të doni të çdo përkthyes dhe do të thotë që ilirishtja është në fakt dialekt helen. E shikoni apo jo? Është gjuha e Sofokliut. Kjo është çmenduri. Të dashur shqiptar, ilirishtja quhet gjuha e Sofokliut në fjalorin e Hezikësit të Aleksandris. Sofokliu luan me fjalët, me fjalën grua, me fjalën gjenerat, kanë të njëjtën ose shqiptim të prafërt me njëra tjetrën. Fjala grua dhe fjala gjenerat, Sofokliu tallet me këto fjalë. Bën një lloj fjalësh, po janë të gjitha fjalë greke. Ai quhen fjalë ilire. Ilirishtja pra është greqisht. E kuptoni apo jo? Përfundimisht. Mbreti Gentius i shkodranëve e quhen veten Basileus. Ai e quhen Koinon Lisiatan, të leshës, në numërshumës gjinore. Shkodrën e quhen Koinon Skodrinon, në shumës gjinore. Në shqip është lezhave, shkodrave. Kjo është gjinoria e serbishtes, e gjuhëve slave, në shqip. Mënyra si e formon shqipja gjinoren shumës është një lloj si tek gjuhët slave. Ndërsa mënyra se si e formon shumësin ilirishtja është si në gjuhën greke. Po dhe fjalët janë greke të pastra, për fjalën grua, për fjalën gjenerat, dhe ilirët marrin fjalën gens, që i thon fisit në latinisht, gentis në gjinore, dhe e bëjnë emrin e gentit në ilirisht. E kthejnë në greqishte. Përdorin të njëjtin mekanizëm si për emrin e Ohrit, Lychnidos, nga Lychnos. Vetëm grekët e bëjnë një gjë të tillë. Pra ilirët flisin greqisht, e kuptoni apo jo? Nuk ishin të pushtuar nga grekët. Gjuha greke quhet ilirishti, gjuha e Sofokliut. Kjo është një tmerr i vërtet. Dhe gjëja e fundit e tmerrshme është se shteti shqiptar merr monedha greke. Ku shkruhet? Genthios Basileus. Genti mbret. Merr monedha greke, Koinon Lisiatan. Merr monedha greke, Koinon Skodrinon, dhe i vendos në monedhën kombëtare me figurën e gentit. E ka bërë gentin shqiptar, shteti shqiptar. Po kush e ka bërë këtë gabim? Arkeologët shqiptar që s'din greqisht. Është një turp shumë i madh. Banka e Shtetit ka lëshuar monedha me Piron, me Gentin, me Aleksandrin, dhe mbreti Zog e quan monedhën e shqiptarëve lek nga fjala Aleksander, që ka qenë pushtuesi i Ilirisë nga Maqedonia, që gjithashtu fliste greqisht. Këto turpe i kanë bërë vetëm shqiptarë dhe vazhdojnë t'i bëjnë akoma dhe sot e kësaj dite.
Të gjitha toponimet ilire janë greke, të gjitha emrat e fisave ilire janë greke. Po nuk dieshin deri tani, kanë dalë nga fjalori gjuhë indo-europiane. Unë nuk dija gjë fare për këtë gjë. Duke bërë filma për ju, duke u shpjeguar fjalorin e gjuhëve indo-europiane, unë pa dashur kam zbuluar që të gjithë emrat e fisave ilire janë në greqisht. Të gjitha emrat e qyteteve, toponimeve, fshatrave, lumenjve, fushave janë në greqisht. Si është e mundur një gjë e tillë? Nuk ka asnjë emër shqiptar në territorin ilir. Fare deri në Bosnjë. Ndoshta është Ulkinion nga fjala ujk, Delminion nga fjala dele, por nuk ka garanci të plot. Në helenisht, Delmanaj do thot krahasoj. Dhe emri i qytetit të Ulqinit ata thonë që vjen nga Kolkis. Dhe nga fjala ujk. Por nuk ka asnjë toponim shqiptar. Ndërsa fjala Dardanoj do thot tipist. Do të thot perëndimi i diellit, atje ku zhduket dielli. Ana e majt, e horizontit. Dora që përdoret për të fshirë ujë të trash. Kjo është Dardania, të dashur shqiptar, perëndimi i Trojës. Dhe nuk lidhet me fjalën dardh, sipas grekërve. Ha pra tani, ku i ke fjalët e shqipes këtu? Gjuha shqipe është gjuhë indo-europiane, vetë fjala dhëndër ka të njëjtën origjinë si fjala genti. Po genti do të thot fis në latinisht, ose më saktë fisit, dhe bëhet në greqisht kjo, genthios, madje aspirohet me th si në dialektin e Korinthit, th. Tmerr. Grekët mund ta bëjnë gjë të tillë, ta kthejnë një emër nga emërore në gjinore, dhe nga gjinoria ta bëjnë prapë emërore. Asnjë gjuhë tjetër e botës. Dialektet helene quhen ilirishti në tragjedin Triptolemos të Sofokliut. Prandaj hiqini të gjitha monedhat, i bëj thirrje Bankës së Shtetit të Shqipërisë. Ju lutem, adoptoni euron. Se është turp të përdoret fjala lek nga Aleksandër, që nuk është shqiptar. Është maqedon, fliste greqisht. Por dhe ilirët nuk ishin shqiptar, siç e shikoni, flisnin greqisht. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Më thoni mua tani. A nuk është kjo për të qartë? E gjitha kjo histori kaq e lemeritshme, nuk i ka ndodhur një gjë me tillë asnjë populli në botë. Që ne i quajmë pushtuesit gjyshurit tanë, vetëm ne shqiptarët.